Më shumë pushim, më pak punë. Kështu deputetët e kaluan vitin në të cilin shpesh ndodhte që të kishin pauza kur nuk banin as seanca dhe as nuk kishin ndonjë aktivitet në kuvent, dhe si zakonisht kishte shumë grindje dhe mosmarrveshje. Deputetët vitin që lan pas e nisën më 10 janar me një seancë për plot 5 interpelanca. Përgjegjësi u kërkua nga dy zëvendës kryeministrat Izet Mexhiti dhe Ivan Stojlković, ministri Pançe Toshkovski si dhe nga kryetaria e Komisionit për Politikë Sociale Ilire Dauti. Vetëm ndaj Dautit u votua mosbesimi, pas së cilës ajo dha dorëheqje. Seanca kaloi në një atmosferë të ashpër. Nuk më mban me zor të Frimgashit i mua kryetare komisioni. Nuk më mban me zor të Nikola Micevski, hesht aty dhe vetëm mund të dëgjosh. Mësohuni të respektoni rregullore, mësohuni të respektoni ligje, mësohuni të respektoni procedurë. Patjetër këtu sot do dëgjohet fjala ime dhe arsyetimi im për aktin makabër që keni bërë të gjithë ju. Turp të keni të gjithë. Kuvendi shënoi edhe sjellje të pahishme të ministres së financave Gordana Dimitrieska Koçoska, e cila e tensionoi atmosferën gjatë një debati kur e ofendoi duke i thënë një deputeteje se nuk ka të drejtë të flasë për familjet sepse nuk ka fëmijë. Врз основа на што вие ги ставате во уста мајките кои што имаат деца и како вие знаете едно повеќе члено семејство колку треба да троши. Јас сум мајка на 2 сина и многу добро знам колку треба да троши едно 4 члено семејство. Deputetët e LSDM-s u mblodhën para Ministrisë së Financave dhe kërkuan dorëheqjen e Koçoskës. Кога министерка во оваа држава ќе се осуди да каже дека една жена не може да зборува за семејството само затоа што нема деца, тогаш тоа не е само навреда. Тоа е удар врз достоинството на сите нас. Тоа е ароганција, тоа е дискриминација, тоа е нечовечност. Затоа денес сме тука гласно и јасно да побараме Гордана Koçoska mora da si podnese ostavka. Ngjarja tragjike që ndodhi më 16 mars në Koçan, ku humbën jetën 63 persona, ishte arsye që deputetët mos mbanin seanca, ndërkohë që qytetarët e revoltuar nga dështime që quan në tragjedi protestonin, deputetët për më shumë se 2 javë nuk punuan, nga kuvendi u dha ky arsyetim. Të pranishmit u pajtua në mënyrë konsensuale se duke pasur parasysh ndjenjat e të gjithë qytetarëve pas tragjedisë në Koçan, duke shprehur respekt për të gjithë të ndjerët dhe shpresë që të lënduarit të kthehen sa më shpejt në gjendje të mirë shëndetësore, kuvendi vendosi të anulojë të gjitha aktivitetet e planifikuara për këtë javë pune. Pas kësaj tragjedie, ministri Toshkovski sërish u përball me interpelancë. Во случај со дискотеката во Кочани, такво барање за употреба на пиротехника никогаш не било поднесено. Пиротехниката е активирана на крајот од настанот без претходна најава. Ndërkohë ndodhen edhe trazira në koalicionin qeveritar me largimin e Taravarit nga pushteti. Kjo shkaktoi ndarje dhe të deputetëve të Vlenit në kuvent, por edhe dilema se kush është koordinatori i grupit parlamentar, Bekim Qoku apo deri atëherë Halil Snopçe. Dhe ky subjekt politik aktualisht tani i ka 9 deputet, por natyrisht që mendohet që mund vinë edhe deputet tjerë. Ne vazhdojmë të kemi raporte shumë mira, të themi kështu, me deputetët e ASH-s, sepse kemi qenë brenda një grupi, kemi bërë betejën bashkë me ata депутет. Ако ти имаат пратеничка група од 9 пратеника, треба тоа да докажат да направат таква пратеничка група. Во овој момент нема таква пратеничка група. И затоа реков, ако тие направат нивна пратеничка група од 9 пратеника, во тој случај, по автоматизам, ние ќе имаме собствена пратеничка група од 5 пратеника. Меѓутоа, до овој момент нема такво нешто. Во моментот, јас, по трет пат повторувам, јас сум координатор на пратеничка група на Vlen со 14 пратеника. Edhe një interpelancë tjetër, Levica parashtroi kërkesë për përgjegjësi ndaj tashmë ish kryeprokurorit Lupço Kocevski. Ai nuk mori pjesë në seancë dhe në arsyetim shkroi se interpelanca është e paligjshme dhe ndërhyrje në sistemin gjyqësor. Edhe pse u votua, ai më pas vazhdoi ta ushtroi funksionin. Лјупчо Коцевски, како јавен обвинител, избран од страна на Собранието, имал значителен придонес во загрозување на објективноста, професионалноста и угледот на обвинителството и придонел за падот на довербата на граѓаните кон оваа институција. Gushti natyrisht i rezervuar për pushimet e deputetëve dhe sërish pothuajse një muaj tërë ata munguan nga shtëpia ligjvënëse. Pas kthimit nga pushimi u mbajtën 2 seanca e më pas në fund të shtatorit përsëri pauzë.
Filloi fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale dhe pse kuvendi nuk i miratoi ndryshimet në kodin zgjedhor për të rregulluar pragun për kandidatët e pavarur. Këtë më pas u detyrua ta bëj KSZ-ja. Këtë herë pushimi zgjati diçka më shumë se 1 muaj, madje më shumë se pushimi i rregullt, pas së cilës deputetët u kthyen sërish të freskuar në parlament. Filloi gara se kush do të paraqesë iniciativë për formimin e komisionit hetimor për Koçanin. Ndërkohë, u mbajt komisioni i përhershëm hetimor, ku morën pjesë edhe prindërit e viktimave. Кой ни я гарантира? Било можете и вие да се најдете, и јас, и било кој, како што нашите деца се најдува таму. Датата е 15 кон 16. Значи се случи трагедијата, не пред 20 години. Në fund të vitit ndodhi edhe mini rekonstruksioni i qeverisë. Kuvendi zgjodhi Bekim Salin për zëvendës kryeministër dhe ministër për çështje evropiane, si dhe Muhamet Hoxhen për mjedisin jetësor dhe krejt në fund fjalimi i presidentes së shtetit Gordana Siljanovska Davkova. Нова година што ќе ја помните подобро.